Presidenti e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka mbërritur në sheshin Skënderbej në kuadër të samitit politik evropian që po zhvillohet në kryeqytetin ton. Pas takimit të saj me kryeministrin Edi Rama, Osmani u ndal edhe tek gazetarët për t'i përgjigjur pyetjeve të tyre lidhur me situatën politike në Kosovë, e cila që pas zgjedhjeve parlamentare të saj ka qëndruar në krizë. Osmani u shpreh se situata është brenda normave që lejon demokracia, por duhet krijimi i institucioneve për të mirën e vendit sa më shpejt. Kosova ka pasur zgjedhje me 9 shkurt, seanca e parë është mbajtur me 15 prill dhe dje është bërë një muaj nga përpjekjet për të zgjedhur udhëheqësinë e parlamentit si dhe qeverinë e Kosovës që vjen më pastaj. Besoj që do të ketë përpjekje akoma dhe unë i inkurajoj liderët politikë që për interes të qytetarëve dhe të Kosovës, në mënyrë që mos të humbasim dhe të dëmtohemi më shumë, të kemi institucione sa më parë që të jetë e mundur. Për bisedimet me Serbinë, presidenti Osmani ishte më e prerë, duke u shprehur se për Kosovën kanë më shumë rëndësi dialogjet me Bashkimin Evropian për shkak të aspirimit për t'u anëtarësuar tek Unioni. Edhe mbrëmjen e djeshme, edhe më herët, edhe çdo ditë e bëjmë këtë kërkesë, sepse të gjitha kërkesat në fakt që BE-ja ka pasur raport me Kosovën, sa i përket heqjes së masave ne i kemi plotësuar dhe në qershor bëhet një vit që edhe vetë përfaqësuesi i BE-s zakonisht nuk ka përgjigje, kërkojnë gjëra kështu shumë abstrakte, deeskalim. Në fakt ne nuk jemi ata që kemi eskaluar situatën, por edhe pse nuk e kemi krijuar atë situatë në veri të Kosovës, Kosova ka ndërmarrë hapat që janë kërkuar nga marrëveshja e Bratislavës dhe edhe vetë zoti Borrell që ka qenë HRVP më herët ka propozuar që të hiqen masa duke u bazuar në plotësimin e kritereve nga ana Kosovës. Një mesazh pati edhe nga ana e saj për Unionin Evropian që përtej fjalëve të bukura të punohet për anëtarësimin e shteteve të cilët aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Summit jashtëzakonisht i rëndësishëm, i lindur jo vetëm nga shtetet e BE-s, por edhe të gjithë ne të tjerët që aspirojmë të anëtarësohemi në BE. Mirë po me qenë se ky summit mbahet pikërisht në Ballkanin Perëndimor, këtu në Tiranë, për çka dua të uroj edhe Shqipërinë edhe kryeministrin Rama. Është shumë e rëndësi që në fund të summitit të dalim edhe me një plan konkret se si do të ecim përpara shtetet tona drejt BE-s. Sa i përket Republikës së Kosovës, përkundër faktit që ne jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një bllokatë totale. Nga ana e BE-s nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jonë, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, dhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë dhe sa i përket politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë të Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër përpos BE-s.